Shteti francez në një korrik të vitit 2025 do të ndalojë me ligj në vendet publike pirjen e duhanit. Arsyeja është fare e thjeshtë. 75.000 persona humbasin jetën në vit ose 200 veta në ditë. Konsumohen 150 miliard euro duhan. Mbi 90% e adoleshentëve nën 18 vjeç janë konsumatorë. Do të vendosin pra ligje të rrepta edhe për sasinë e nikotinës në paketat e duhanit, do të ndalohen edhe cigaret elektronike, një aksion masiv nga shteti francez për të shpëtuar sa më shumë jetë të rinisë të ardhmërisë. Do dëshiroja shumë që këtë ligje dhe politikanët tanë të cilët kanë dëshuar kushtetutën sa herë ju ka dash qefi të votojnë kodin zgjedhor në moment të fundit për interesat e tyre, për interesin publik dhe shëndetin e atyre pak të rinjve që kanë mbetur, megjithse kjo qeveri ka legalizuar hashashin, t'i frenohin nga duhani. Ndofta e bëjnë. Për më shumë informacione sigurisht do gjeni linkun në komentin e parë. Gjithë të mirat.